do kërkojnë një minimum drejtësie, një minimum lirie, një minimum rregullash për politikën shqiptare. Ku ka shku gjithë të pare, 30 vjetë, nga dolin gjithë të zënjit, gjithë të milionerë. A i takon drejtësis kjo, ta bëj këtë? Po pra, pastaj të thash, ato kanë dalë atje me kërku këtë gjithë një rrallë parë një shtetë më drejtë. Pastaj kjega një projekt specifik, sikur merre me projektin. Projektin edhe unë, që kam një farë ekspertizës, jam i zoti me i gjyku, pa letrat, pa këto. Po jo të aprovosh qorrazi, çdo ide, çdo marrëveshje që bën e drama. Pse? Është unë një natë ku e di unë Dubaja, edhe fillon negocion atje. Pastaj del Paris, si që dje. Negocion për një gjë tjetër, po nuk bëhet çore. Marrëdhënie ndërshtetërore, nuk janë marrëdhënie personale. Janë marrëdhënie të institucioneve shtetit. Pse ky paska drejtja jep ka ku e di unë hypsit dhe nuk e merr ka hypsiloni që më. A të them një test tjetër unë që nëse ky zotëria. Pa iku prit. I zbulimit, ja të them unë ti se ku duhet ta vrasin mendjen njerëzit që janë patriot. Ato që janë zbulues. Jo për gjus. A shifni ju që këto, se për i del Iranit është Iranit, që gjithë këto investimet janë ka Katari, ka Dubai, janë me këto vendet arabe. Po që ne jemi në mes e Europës, ato kanë djellë sa dush, pse do vinë këtë djellë jo? Po ne djellë e djapin Gjermanve, Suedesve, Hollandesve, Austriak, Zvicerianve, apo hymë në Europë ne, apo do shkojmë gjithë Persik. Prit, që edhe njerëzit që kanë një arsye, një që janë sensitiv, si puna ime, se ka majtë këtë fjalim edhe kur ishe puna Turqisë. Atje. Them, ore, që dunë këtu? Interesit ne përshojnë në Europë, miti kemi në Europë, pse nuk vinë këto? Gjermane, Austriake, Zviceriane, këto i pas kanë paret e botës? Si pas kanë këto Europa që kanë 300 vjetë që bëjnë kapitalizmi? Po se atje në Europë nuk ka as rushfet, as bakshish, as peshqesh. Janë fjalë që vinë nga jo bota ne, që unë se kam qef, me thënë drejtë. Nuk për qef, dhe them tu, hapta si do njëli hatëri dikujt e ashtu, se kam qef. Unë kam qef Europë, Gjermanët, Hollandezët, Anglezët, sa andej kemi fmit, andej janë këto milionat e shqiptarve. Ta tjerët mund kënë lek shumë. Jo, ore leka sa dush, po ato dunë garanci ligjore, dunë projekte për qenë, gjëtë cilin këto tjerët e mëllës ju. Se pastrojnë në një lek, janë sigurët, shite, blej, ka këto të rejë. Pse u dash kanë këto me hyrë Shqipni? Bas ka që vjetëve, s'ka hymra, ato s'kanë djelmë. Hollandez, ato Suedes, edhe pse s'kanë djelmë, du ta marrin për vete ato, se investimet të bërë. Pritma, po pse qëllogën të gjitha investimet nga kjo pjesë e botës, dhe nuk qëllojnë nga kjo botë. Po, tja pak... Kur ka arë puna për të marrë kredit, edhe parat publike, ne i marrim për ande. Kur vika puna për t'i dhënë si pazar, si biznes, sa tokë, këtyre lidhjes të atë, këtyre vëndeve të nuk e bëm për shtypi ju, mu më bëshu. Edhe kjo analiza ime që bëju si njeri i gjës publikeve i shtetit shqiptar. Kjo tezë padyshim që ka ha komente dhe ha diskutim, mund bësh një emision plot me këtë situatë. Po nuk mund të themi që kanë qenë budallej ata që gjysmën e Londrës e kanë investuar po nga këto vende. Apo që ka investime ku do në botë. Së vërtet, fare, kjo që thoni ju, ke gjysmë e Londrës ka blerë skuadrën e futbolit. Kompani më mëdha e futbolit i ka blerë po këto investitor. Pra, është e vërtet që në Shqipëri ne kemi një konkurencë që është konkurenca vendeve të rajonit për sa i përket turizmit. Dhe i ta qash këtë konkurencë, padyshim duhen investimet në mëdha, investime që këto fonde janë të mundshëm të i bëjnë. Dhe këtu bëhet fjalë për investimet në turizëm, pra projekti porti Durrësit, por dhe projekti i Zvërnec. Pastaj, po të shikosh, janë kompani austriake, ato që kanë investuar në profilin e tyre, në hidrocentrale. Janë kompani franceze, ato që kanë investuar në fotovoltaik. Aty ku ato janë më të specializuar. Pra, kjo histori, padyshim, ne tani nuk jemi më në kushtet që mund ta mbyllim dhe të bëjmë përzgjedhje. Aty që kemi mundësi, aty duhet çajmë. Dhe Shqipëria është një vend i vogël.
është një vend që duhet të shfrytëzoj oportunitetet. Është një vend i cili nuk mund të futet në këtë treg, në këtë konkurrencë, ndaç me Greqinë, ndaç me Italinë, ndaç me Turqinë, ndaç me Kroacinë, ndaç edhe me Malnezi. Ndaç me Malnezi, duke qenë të vegjël, ne mund të futem në këtë tregun e turizmit, duke qenë të mëdhenj, duke qenë të fortë. Dhe duhet bëjmë aleanca me të fortë. Viti tjetër shqetësim dashur. Po pra, dakord pra. Tjetër shqetësim. Kjo është teza, kjo. Dhe kompanit, dhe kjo është dashtë të them me këtë, pra më që e njoh këtë fushën e turizmit. Dhe kjo është investimet bëhen nga një grup investitorësh, menaxhimi bëhet nga ata europianët që kërkon ti. Se këto hotelet nuk i marrin kompanit arabe të menaxhojnë. I merr Melia, është kompani spanjolle. I merr Accor, është kompani franceze. Është, po mi pra tani Maritime që është mes Tiranës, janë kompani gjermane. Po jo më po këto janë për menaxhimi dhe produkti është europian 100%. Po pra kjo tezë, po jo e trajton pjesërisht. Është pjesë, po dakord, po padyshim se mendon ti, nuk diskutohet. Edhe për këtë as po nuk thot njëri se bëhet siç mendon. Por ama investimet janë të diversifikuara dhe në fushën e solarëve kanë investuar francezët, në fushën e hidrocentrale kanë investuar austriakët, Devol Hydropower e kanë bërë danezët, pra në fushën e hidrocentraleve, në fushën e turizmit po investojnë kompanit të cilat vinë nga lindja e largë, por që negociator dhe menaxher dhe fytyrën i ka vënë dhëndri Donald Trump. Pra, profili është amerikan edhe flamuri është amerikan atë. Pra dhe një qovë të thua që të jemi dhe kundra kësaj për geografi, po pa tjetër, jo, nuk të dhash fare këto, jo, po të dhash fare. O, po them një tesë, menageri projektuesi ai që i mbledh gjithë të gjëra bashkë, është amerikan. Është vajza e presidentit Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo që i mbledh bashkë gjithë faktorë për të realizuar zërnecën.